Sot nisëm aksionin e pastrimit Bregdetit Durrësit në kuadër të ditës ndërkombëtare të pastrimit me disa aktivistë dhe grupimin Bicycle Durrës. Është tmerrshëm fakti që njerëzit pasi mbarojnë plazhin i lënë plerat në rër ose i hedhin në det dhe shpresoj që kjo ditë, ky aksion të shërbejë për të ndërgjegjësuar të gjithë njerëzit që të pastrojnë veturinat e tyre. Je pjesë e jona.